Memle Krasniqi jep dorëheqjen nga PDK, pritet ta zëvendësoj Bedri Hamza. Krasniqi ka ofruar dorëheqjen e tij nga posti i kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, PDK, në mbledhjen e sotme të kryesisë së kësaj partie. Ishte nder i jetës. Ka ardhur koha për një momentum të ri për familjen tonë politike, tha Krasniqi. Sot në një konferencë për media në selinë qendrore të Partisë Demokratike të Kosovës, kryetari Memle Krasniqi ka njoftuar dorëheqjen e tij nga drejtimi i partisë, duke cilësuar këtë vendim si një hap reflektimi dhe përgjegjësie për krijimin e një momentumi të ri për PDK-n. Në zgjedhjet lokale, PDK kishte fituar 7 komuna: Prizrenin, Ferizajin, Skenderajin, Voshtrin, Kaçanikun dhe Hanin e Elezit. Në këtë zgjedhje, PDK ka humbur Drenasin dhe Mitrovicën. Në fjalimin e tij, kryetari Krasniqi ka falendëruar qytetarët e Kosovës, anëtarët dhe mbështetësit e Partisë Demokratike të Kosovës për përkrahjen dhe besimin e dhënë gjatë më shumë se 2 dekadave të angazhimit politik. Në rini, njeriu nuk e di gjithmonë se çfarë do të bëhet, por shumë herë e di në çfarë do të besoj. Dhe unë, që nga rinia, e kam ditur se dua të besoj në Kosovën e ëndrave të mia, tha Krasniqi. Kryetari Memle Krasniqi theksoi se udhëtimi i tij politik ka qenë i lidhur ngushtë me PDK-n që nga viti 2004, kur ju bashkua si aktivist i ri deri në postën e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Ajo që nisi si një angazhim rinor e idealist, u kthye në udhëtimin më të rëndësishëm të jetës sime. Mbi 20 vjet angazhim me PDK-n më kanë dhënë derin të punoj për shtetin tim dhe qytetarët e mi, nga kryetari i Rinisë Demokratike deri në kryetar të partisë. Sipas disa burimeve, pritet që Krasniqin ta zëvendësoj Bedri Hamza.